Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se Rama nuk mund të qeverisë më vendin pas të dhënave që kanë dalë nga hetimet e SPAK-ut për zvendës kryeministren Balluku dhe tenderat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Sipas Berishës, dosja e akshit është më e rënda deri tani pasi është cënuar edhe siguria kombëtare, duke ju kundërpërgjigjur kryeministrit dhe mbrojtjes që ai bëri një ditë më parë drejtoreshës së akshit Merlinda Karçanaj. Edi Rama pretendonte se mira e tij apo linda e tij, linda e dytë e tij, se i ka rastisë të trija me Linda, Belinda, Mirlinda, Linda. Po akuzohet se ka përdor fonde. Po ka mbrojtje më të turp, më kriminale, më të turpshme se kjo. Po si mund të akuzoj se ke përdor fonde? Si mund të akuzoj se ka përdor fonde? Akuzohet se ka vjedh fonde, se ka drejtuar një organizatë kriminale me Ergysagasin. Për te i betejës me qeverinë socialiste, Berisha foli sot edhe për problemet e vetë Partisë Demokratike. Kryetari i PD-s shfryzoi një takim me departamentin e Brain Gain për të pranuar se të rinj demokratë shkolluar jashtë nuk u përfshin në listat e deputetëve apo forumet drejtuese. Sipas Berishës, zgjidhja për këtë duhet të jetë ndryshimi i statutit. Nuk duhet të jenë zgjidhjet çështje vullnetit të kryetarit apo kryesisë partisë. Jo. Zgjidhjet duhet të jenë garanci statutore. Mungesa e të rinjve në listat për deputet ishte një prej kritikave më të forta ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha këtë vit, pasi në 11 maj asnjë prej të rinjve nuk ishte në pjesën e sigurt të listave të kandidatëve për deputet.